Brenda javës pritet të zhvillohet takimi i dytë i partnerëve të koalicioneve për rikonstruimin e qeverisë. Kryeministri Mickovski tha se takimi i parë ishte konstruktiv, por pa dhënë detaje për ndryshimet e mundshme. Vetëm tha se ekzistojnë opsione për ndryshime që do të kuptohen deri në fundjavë. Pa во првите разговори можам да признам дека преовладува конструктивен амбиент. Ќе имаме сега во текот на оваа недела повторно средби. Јас очекувам тоа да бидат завршни, во текот на викендот да се формализира сето тоа и со имиња и со останати специфики. Инаку да, постои опција и за промена на ресори, да, и за тоа е разговараме. Takimet e radhës mes partnerëve qeveritar të VMRO-s, Vlenit dhe Znamit pritet të përcaktojnë emrat e ministrave dhe funksionarëve që do të zëvendësohen. Burimet partijake brifojnë se ndryshimet do të prekin kuadrot të 3 partnerëve qeverisës, por nga Vlen tani më dihet se në fokus janë pozitat e zëvendës kryeministrit për qeverisje të mirë Arben Fetahi, i cili ka dhënë dorëheqje, si dhe e ministrit të politikës sociale Fatmir Limani, i cili tani më nuk është me Vlenin. Realisht, bashkëkryetarët, zotri Mexhiti dhe zotri Kasami kanë pasur një takim me kryeministrin e vendit. Ai ka qenë vetëm takim i parë. Besoj ditëve në vijim do jenë edhe takime tjera ku do kemi edhe informacione shtesë. Edhe nga partia Vlen, edhe nga koalicionet e partner të qeverisë ka databaza të mirëfillta për çdo njërin funksioner i cili ka ushtruar veprimtari apo ka udhëhequr institucion me dhëna të sakta dhe të njëjta do të diskutohen brenda koalicionit. Nuk është asgjë çudi nëse ndrohen edhe digasteret ose ndonjë nga funksionarët e lishon pozitën që ka. Rikonstruimi i qeverisë po bëhet në 2 vjetorin e qeverisë në krye të Mickovskit. Opozitarja e LSDM-s ka kritikuar duke thënë se rikonstruimi është vetëm një paketim i ri i produkteve të njëjta me afat të skaduar.